Ka shen dhe direkt pak fare panoj kemi prerë. O, ma ishte 7 minuta. Se jeti këtu tani për të shpeguar. Paqe fiskale, shikoni Panosokon, pak ditë më parë, qëndrimin e tij dhe sa bukur e ka. Për të gjithë ju që keni në shtëpi 100.000, 200, 300, 500.000, 1 milion apo 2 milion euro, e nuk i fusin do të bank, i keni cash. Dhe si fusin do të bank se ashtu është një muhabet. Për të gjithë ju që keni bërë në rrugë, apo keni bërë shumë rrugë, dhe lekët i keni aty, cash, në përdhoma mure apo në përgropa. Për të gjithë ju që keni bërë në tender, a keni marrë në koncesion, keni dhënë në koncesion, keni qenë në KVO, apo në grup prokurimi, e keni marrë lekët cash, dhe s'keni ku t'i çoni, pa merak se qeveria po ju bën një dhuratë për këtë vitëri që t'ju heqi nga ky sikleti të mbajtur lekut cash, se kur e ke cash, frikën e ke, jo po ju myket, jo po ja u ha miu, jo po larg jo vinja o vjedhin e se denoncorit dot as policisë, e si do i thori policisë, pa merak, ministri brillant i financave bashkë me kryeministrin kanë hartuar një projekt ligj për ju, engas për ju. Po pra ishte Panosoko dhe unë përja fjallë me njerë, Pano, qa është kjo punë, pse ke dyshim ti pra te qëllimi mirë, i Ramsit 4 që po bën paqe fiskale, cili është dyshimi jotë, se e kuptuam ironinë? Nuk është dyshim. Si është? Bindje. është bindje? Pra, qiko, ligji që është u deklarua, u proklamua me të madhe që në fushat elektorale, në fakt, që ishte paqja fiskale. Mos është zëvendësimi me atë që zbëri do të ranë se nuk e lanë ndërkombëtarët, me amnistin fiskale? Në thelb, pavarësisht asaj që u proklamua gjatë fushatës, si do të ishte një ligj i cili do të nxiste bizneset që të vetë deklaroheshin dhe të deklaronin duke i stimuluar bizneset që po deklarosh shumë fitim, tek pjesat, te pricat e fitimit më shumë që ti do deklarosh, do të tratohesh më pak. Në këto sepse do kursesh shtetin që të vitë të kontrollojë etj. Dhe kjo ishte, le të themi, atmosfera me cilën u shko, ne pritëm draftin e ligjit në fjalë, por në qoftë se i referohesh trupit të ligjit në fjalë, dhe natyrisht ajo që unë kam përmendur edhe te videoja, por dhe të tjerët mund ta kenë vënë re të gjithë ata ekspertë ekonomie që e kanë parë ligjin, është neni 6 i tij. I cili ka një specifik, neni 6 të gjithë këtyre bizneseve të cilat duan që të aplikojnë për paqen fiskale, ju jep të drejtën të ndryshojnë pasyrat financiare. Tani pasyrat financiare kanë ardhur në atë formë si që janë pas njësër ngjarjesh, eventesh, të cilat janë të kontrolluara, monitoruara dhe të audituara nga drejtoria e tatimeve, të certifikuar nga drejtoria e tatimeve për të shpaguar dhe takse. Por në le të themi justifikimin e këtij ligji, me qenë se këtu po falim fiskalisht disa detyrime të përpambetura, ju hap mundësi në bizneseve për të ripar pasyrat financiare. Dhe më shqetësuesja, ndërto është riparja e arkës. Riparja e arkës, arka në vetvete, funksionon si një rezultant e aktivitetit ekonomik të vendit. Arka është e një kompanie, është 1 milion lek, sepse po të bësh mbledhje dhe zbritjet që ka bërë kompania gjatë atij viti fiskal, dhe 1 milion lek në arkë. Vjetra, apo të reja? Ska rëndësi më, sa është 1 milion, 1 milion, 5 milion. Pra, po të bësh llogaritë aritmetike, del te 1 milion që pra ke marrë 2 milion nga shitjet, ke dhënë 1 milion paga. E kuptuam, po. Ti ja hap të drejtën atij, ja jep të drejtën atij për ta lëvizur gjendjen e arkës. Pas 2025, në thotë 2026, në thotë ai për 2023, 2024, 2025. Më fal, do na shpjegosh një gjë se kuptoj mirë apo jo, se kur vjen puna te shifrat mua më ke komplet jashtë loje. Kjo fillon zbatimi i kësaj në 1 janar 2026. Po bashkë paketa fiskale dhe buxheti fillojnë miratohen sot dhe zbatimi fillon në 1 janar. Po sa kohë kanë bizneset? Se vetëm bizneset nuk është për individet kjo apo jo? Po. Atëherë është 1 vit plus 1. Ç'do të thonë? Pra, kanë të drejta bëjnë gjatë 2026-së, plus 1 vit deri në 2027. Jo, i bie deri 2028. Deri në 2027 mund të aplikojnë për paqen fiskale. Pa është 1 vit atëherë, nuk është 1 vit plus 1. Ç'do të thonë? 2026, më që në janë. Po fillon po pra, deri në fund 2026-s. Po. 1 vit atëherë kanë kohë. Deklarimin për 2026-ën. Po. Do bësh ke drejt të bësh deklarimin për 2027-ën. Po për 2025-ën? Atëherë, kur bën deklarimin për 2026-ën, se kanë bërë pasqyrat e 2025-s.
Pasyrat financiare, janë regjistrat. Deri në mars-prill, kur e ka biznesin, apo jo, biznesi e ka ndryshe. Në mars, ha. Deri në mars, po, biznesi duhet deklaroj për 2025-ën. Po, bëj deklarimin për 2025-ën. Çdo e 2025-ën futet kjo paqja fiskale këtu. Po patjetër, ka mundësi që të ndryshojë pasyra 2023, 2024, 2025. Po kur thua ndryshoj çdo më thon pra. Pra e ka deklaruar në 2024 që kanë pasur 1 milion lek në ark. Në ark çdo më thon fitim. Në ark. Jo më jo kesh, më. Xhiro. Kesh. Xhiro. Kesh. Po ç'është kjo pra? Është xhiro apo është fitim? Nuk është kesh në ark, para në bank. Po para si pasojë e dividendit apo si pasojë e xhiros? Aktivitetit më. Arka është një zë i aktivitetit ekonomik. Arka banka është një zë i aktivitetit ekonomik. Të ardhurat janë gjë tjetër. Shpenzimet janë gjë tjetër. Xhiro është gjë tjetër. Xhiro është gjë tjetër. Arka është. Po çfarë po flasim këtu atëherë? Për keshin. Po ai kesh në një biznes, ai futet në kategori pra, është kesh që ka ardhur, pra është fitim. Po më dëgjoj. Nuk ka rëndësi më të ardhur rrugë formale. Gjendje më dëgjoj. Atëre, gjendja jote e keshit... Origjina pano, nga i supozohet që ka ardhur, se këto është problemi. Gjendja jote e keshit, vjen pasojë aktivitetit të ekonomik. Ti po flet për arkën, për kesh tani. Për keshin, më kesh. Jo në bank. Në bank edhe në ark, më sa ke. Pra, ti more 1 milion lek shita unë, 1 milion lek domat. Duhet i kesh me fatura këto apo? Bravo, pagova 500.000 lek punëtorin, më mbetën 500.000 lek kesh. Po e qartë. Nuk është fitim ajo, se do paguaj edhe dritat. Po e qartë. Po s'ka rëndësi, unë kam kesh 500.000 lek sot. Po edhe. Pra kjo është gjendja e arkës. Na jep për shembull, tani biznesi ç'bën këtu? Tani, çto jepet e drejta për ta hapur dhe për ta ndryshuar këtë. Tani çfarë hap kjo? Kjo hap mundësinë që ti të penetrosh para të tjera që s'kan lidhje me aktivitetin tënd ekonomik. Po? Brenda biznesit, si për shembull të shkoj unë ose ti ose kush do të qoftë, me 1 milion. Unë kam për shembull kam 20.000 euro. Po. A mund t'i jap ty? Dhe të mi kalosh në bank. Që ti si biznesi më kalosh në bank. Po pra ti mi kalosh ti në bank. Po një sekond, po ti ke drejt më kalosh mua, unë jam individ, si do më kalosh mua në bank? Tani, kush është mekanizmi? Se nëse ti i je të drejtë në biznesit, ti fusi biznesin në bank ato. Po. Pra duke hapur arkën, ato ndryshimin e arkës, ti i hap mundësinë që këto 100.000 euro të tua ti marri, ti fusi në arkë dhe pastaj ti çojnë në bank. Po. Se thotë që ndryshova gjendjen e arkës sepse është deklarimi, kam bërë deklarim jo të saktë. Pa ai thënë që pra duke ai thotë që ma ka dhënë Ariani. Qartë. Ai thotë që un kam bërë deklarim jo të saktë në 2023-shin. Po. Dhe prandaj kam të 100.000 euro. Po me Ariani shpërfiton 5% të shteti, se paguam 5%. Po. Dhe i çon në bank. Dhe pastaj Ariani unë ja jap në përmjet 1000 formave ndryshme. Po si do të hapësh? Mund të jetë një hua, mund të jetë një forma ndryshme huash që lejohet të japin kompanitë. Ose mund t'ia jap nëpërmjet shpërblimeve për një punë që nuk ta ka kryer, por t'ia jep. Pra, le të themi këtyre. Po me bank, jep me bank, jo më kesh. Po me bank pra se ti prandaj po ja jep, që ti fusin në bank. Qartë. Pra, kjo është rruga që hap. Kjo e para dhe e dyta është llogaritë e bizneseve të cilët ka kryer aktivitet me para të paqartë. Okej, kjo e para e pistë, para e zetë. Evazion fiskal po thua. Jo vetëm evazion fiskal, para që vjen edhe nga aktivitete kriminale. Dakord. Më kupton? Se ky është halli i madh që kemi. Po çfarë po shumë, jemi një shembull. Një shembull që bie në sy që bën mufsh. Ke bler një apartament me lek kesh. Ti erdhe çun nuk e di Ekuadori, erdhe këtu bleve një apartament me lek kesh. Po? Po e thjeshtoj fare, nuk është kaq e thjeshtë, po më le ta thjeshtoj pak. Duhet audiencës kjo. Po. Bravo. Kaq e. Kjo na duhet. E bleva me lek kesh. Ai nuk e deklaron, është ndaluar në Republikën e Shqipërisë të blesh me lek kesh për mbi një kuotë të caktuar. Tani është 5 milion lek. Po. Mbi 5 milion lek nuk. 5 milion lek të reja apo të vjetra? Vjetra. Nuk blen dot me kesh. Jo. Duhet blesh me bank. Qartë. Unë kam ardhur të kam dhënë ty 100.000 euro 150.000 euro kam marrë apartamentin. Po tale, apartamenti është detyruar ta marrësh me bank deri te referenca si. Një sekond. Nuk ndryshe s'quhet blerje. Bravo. Tani është rregulla, i ka kohë që është bëna i rregull. Një sekond. Po. Në momentin që unë kam bërë transaksionin, po, e kam deklaruar si detyrim të gjën. Pa mikari janë mua lekë, se nuk e deklaroj do që ja kam marrë lekët. Më kupton? Jo, këtu se kuptova shik. Atëherë. Do thonë dhe çunat bëjnë pyetje se unë. Po, lekët i merr. I merr, por në regjistra financiar thua që mi ka akoma. Po kujt me kë ka thua që nuk mi ka dhënë lekët Ariani. Bim dakord të dy bashkë. Bëjnë veprime juridike simulative. Se më thënë, ke marrë apartamentin, ti ke shlyer detyrim. Por shtetit nuk i themi dot. Shtetit do i themi që mi ke lekët akoma. Por si bëhet financiare që do japësh me kësta. Po si bëhet apartamenti imi pra në momentin që Jo të paqja fiskale, thotë Arçani. Tani këtu hapet rruga. S'është kaq e thjeshtë kur. Si. Ja, po mi vazhdo, po na do të bëjmë pyetje.
Unë do të bëni dhe ju pyetje Pano, se nuk është se, Pano jepi. Bleve ti nuk bleve apartament, bleve makinë, mëse u futa kote apartamenti, kote. E pra, se te apartamenti nuk e bën kote, ti pse? Bleva makinë... E ka pa unë që fillim pra që u fut kote apartamenti. Se apartamenti dyron vlla, derisa është ajo referenca. Referenca ti kesh paguar lekët. Me lekët me bankë. Por ti ke marrë kesh. Po ti gjithashtu blejnë o burr. A, bravo. E bën me kontrata dhurimi. Po, pra. Japi lekët kesh, ta Kesh se ta bën procedurë. Tani, çikon vështirë kërceta e dhurimi. Më dëgjoj. Çfarë ke personit që ja dhuron? Po të jap, s'mandalon ligji. Kërceta e. Më dëgjoj. Po, edhe dhurimi taksohet, ha? Më dëgjoj. Edhe dhurimi taksohet. Taksa referencës, po. Jo, Nuk taksohet vetëm brenda familjes. Po, brenda familjes. Leku, po diskutojmë keshin. Bleve një makinë ti. Po. Bleve, nuk e di, Llaçin. Qartë. Kompani ndërtimi ke ble Llaçin. Inertet. Inertet e ka, gropën, ekskavatorin Vinci. Ti ja ke dhënë lekët ati. Ai të ka ardhë, ka bërë punën dhe në letra, nga që ti lekët ja ke dhënë kesh, se e çun nga Ekuadori, ke ardhur këtu, do të bësh një pallat, ke marrë le ndërtimi, ke pagu ca lekë, ke marrë le ndërtimi, do të ngresh një pallat, ja fuskotë. Qartë. Pra, më falin çunat nga Ekuadori. Ju mos ka ndonjë gjë. Ti more kujtun Llaçin, porosit të Llaçin, erdhi Llaçi, ja dhe lekët kesh ati. Shteti nuk i themi do të ti ka dhënë lekët, se do thotë ai ku i gjetë lekët jo shok. Qartë. Dhe çfarë bëjmë? E lëm llogarin të hapur. Pra, gjoja siguron ty ti kam lekët akoma. Po, dhe lekët. Kjo ka ndodhur dhe para paqes fiskale, po ndodh. Tani çfarë po ndodh është? Gjitha këto llogari që janë të hapura akoma, po, paqja fiskale ju thotë që fshini. Fshini llogarit. Rregullojeni këto llogarit, paguani 5%. I thot bizneseve. Bizneseve. Po. Fshini. Është vetëm për bizneset e mëdha, për ta kuptuar. Nuk është për bizneset e vogla. Është vetëm për bizneset mbi 14 milion lekë, paqja fiskale. Jo për ato që janë nën 14 milion. Dakor. Vetëm mbi 14 milion lekë, ju thot fshini këto llogari. Ju mund të fshini këto llogari. Paguani 5%, pra 5% e kujt? 5% e gjithë vlerës së llogarisë. Pra, si është llogaria? Llogaria është Arian Çani Panos i ka 50 milion lekë. Qartë. Është në bilanc kjo. Po. Ariani i ka Panos 50 milion lekë. Po. Dhe Pano e ka te bilanci vetë që më ka Ariani 50 milion lekë, sepse i kam dhënë Llaçin, por nuk më ka dhënë lekët. Lekët më ka dhënë në fakt, por nuk i themi dot shtetit. Qartë e kuptova, po. Fshin këto llogari, paguan 5%, siç thot ligji, dhe je në rregull, pastaj nuk ke më kokçarje, jo i kam llogaritë e hapura, jo si e bëre punën pa lekë, jo si ashtu se të vinë ai thotë, si ke bërë punën pa lekë. Se këta çka ka ndodhur këtu është që po të shikosh këto kompanitë, këto që punojnë me këto lekët, kanë llogaritë furnitore, llogaritë e klientëve kanë të papara. Pse? Sepse nuk e deklarojnë dot transaksionin ata. Dhe mbet e shënojnë njëri tjetrin aty në bilance. Ky më ka lekët, ky më ka lekët. Dhe pyetja është, si ke punuar ti kaq shumë pa lekë? Se është, kur në fakt ne dimë që nuk ka shans që ti të bësh një... Sa i lekët i ka marrë kesh ndërkohë? Marrë kesh pra lekë. Qartë e kuptova. Dhe tani, ky Tani pas ja fjanën çunave do bëjmë pyetje. Zotrinve, farsoni që them çuna nga që jemi miq. O Pano, jam kurioz ta di valla. Kush përfiton nga paqja fiskale që do fillon në janar të 2026, në janar? Të gjithë ata që kanë para për të pastruar. Të gjitha që kanë para për të pastruar. Dim gjë Pano pak a shumë, sepse këto janë gjëra që nuk ka shifra zyrtare për këto. Shiko, paqja fiskale në vetvete. Jo, sa është shuma e parave që pritet ose një projekcion që pritet pastrohet nga ky lloj projekti. Nuk e di. Ky lloj ligji. Aty te 1 miliard që parashikimi i qeverisë ka qenë që të mbledh diku te 40 milionë euro, 50 milionë euro. Që bie të jetë diku te rreth 1 miliard. Rreth 1 miliard. Lëvizje llogarive. Pra nëse është 5%. Qartë. Lëvizja llogarive 5% është 50 milionë euro, i bie që 100% është 1 miliard euro. Po mund të jetë edhe shumë më tepër. Tani çfarë është? 100 miliard apo 1 miliard? 1 miliard euro. 1 miliard euro. Në bazë të projektit. Që për Shqipërinë janë shumë, për arkën e shtetit janë shumë 1 miliard. Milion euro do marrë shteti. Shteti merr 50. Po nga kjo nisem 5% me shtetit. 5% është taksa e shtetit. Më kupton? Po pse mo ti thua tani që Ramsi ka dhe bën këtë vetëm për 50 milionë euro më burr? Po çka 50 milionë euro Ramsi vëllai? Jo. Një tendë rrugë është aq e burr. Nuk është taksa qëllimi. Qëllimi është ajo që nisi të bënte në 2022-shin, në amnistin fiskale, që nuk ja lanë ndërkombëtarët, e futi nga dritarja tani. Jo. Mi pra po ç'përfiton? Kush për të shkuar në Bashkimin Evropian? Ja do vi radha tani. Po, dua ta me Pano. Ç'fiton Ramsi këtë histori vëlla përveç se me këtë gjë, në një mënyrë ai bën, se thuash, legalizon
parat e pista në një familje, sepse futen në bank ato, qofse është ky plani që thua ti apo jo. Po, patjetër. Po, dhe cili është përfitimi konkret, pra, për kë po mendon Ramzi Kati që po e bën këtë gjë? Për të gjithë partnerët e vet politik që ndihmojnë në fushata elektorale. Po mirë, ata partnerë, më me di pas që e bëjnë të pastrim, mund të më thuash si do e japim prap kësa lloj partie fitoj prap mandatin e 5? Po sepse zakonisht do bëhen me para kesh, nuk bëhen me para në bank apo jo? Do prodhojnë para. Do prodhojnë para. Ore. Do vazhdoj prodhimi parave të Paris. Po, do presin këta. Po të vazhdoj për një sekundë. Do vazhdojnë ata të bëjnë para të tjera. Po ti thua vetëm për një vit pra, nuk është do vazhdoj gjatë. Po pra, do bëhet 2 vjet. Po? Do prodhojnë prap para kesh. O, do krijojnë një paqe prap. Tjetër prap, do jetë prap një paqe. Është pra një familje thjesht ai do rrisi 5%, nuk do jetë më 5%, do jetë 7 ose 8. Po s'ka rëndësi, mund ta bëj me 3. Si punë rivlerësimi thua ti pak a shumë. Po 3, 5, 8, s'ka rëndësi, sepse kostot e pastrimit parave në botë janë 35-40%. Po të marrin shumë, po. Është 35-40%. 5% e ka falë. E ke falë. Po do funksionoj kjo panosoko, do funksionoj kjo që do vënë individ të ndryshëm, se këtu ti thua që këte do bëjnë bizneset që janë 120 milion lekë të vjetra në vit do bëjnë prek kjo. Ose që kanë 10 milion euro aktivitet në vit. Po, tani midis, unë jam kurios ta di. Do përfitojnë bizneset pra, ti thua, do përfitojnë individet për të pastruar parat, apo jo, parat e krimit, parat e evazionit, parat e gjithçkaje që nuk është legale, dakord? Po. Po bizneset vetë, për shumë unë si biznesmen, pse ti marrë ty ato para, 1 milion euro, për shumë, e ti futë biznes, që fitoj unë? Po, ajo është pjesë e negociatës tënde. Pra, i bie që të fitoj dhe unë një gjë. Atjetër më është pjesë e negociatës dhe ajo, se nuk diskutohet, ti s'do e bësh falas. Pra në një mënyre, se thuash, rihapen kontratat të reja midis individëve. Pra, vazhdojnë qarkullon paraja. Po. Në thel, nuk është gjë e mirë kjo? Në thel, nuk është gjë e mirë kjo? Jo, ka të bësh shumë nga është burimi paras. Ti e quan pasim parash, dhe më përndet e ka mund të titull. Ka të bësh shumë nga është, lajmi mirë do ishte sikur kjo të ishte një ekonomi formale ku nuk lejohet amnestimi. Pse nuk lejohet amnestimi? E është ekonomi e qëndrueshme. Amnestimin vetvete është të legalizosh pabarazinë e ligjit. Po, përpara ligjit jemi të barabartë, edhe unë edhe ti. Dhe duhet jemi të barabartë sepse kështu thot kushtetuta, kështu thot edhe morali shoqëror me cilën ne kemi zgjedhur të jetojmë. Nëse ti të falet detyrimi, gabimi, mospagimi, shmangja, etj. Ndërkohë që unë kam qenë i sinqert, atëherë tu nuk kemi më të barabartë para ligjit. Më kupton, unë jam i diskriminuar, unë që kam qenë i lishëm, jam i diskriminuar, sepse unë jam budallaj ndërkohë, që u kam paguar, Nësa ti që e marrë me aktivitetet palishme, ke prodhuar parat palishme, ke bërë evazion fiskal, nuk e paguar taksa, nuk e paguar gjoba, ti pa pritur përfiton të njëjtin privilegj që fitoj dhe unë, që i kam bërë të gjitha këto. Kjo është pabarazi para ligjit. Çfarë ushqen kjo? Kjo ushqen mendësinë që nesër njerëzit do të thonë që, shiko, hajde të përpiqemi të gjithë të fshehim taksat, sepse do të vijë një qeveri në një fushatë elektorale, ku do të na e fali detyrimet që kemi për interes të vetë elektoral, dhe ne do jemi në rregull. Por kjo do ta shkatërrojë shtetin, sepse do të jetë në mendësinë tashmë e shoqërisë që shiko, shmang sa më shumë, se do vi njëri që do të japi amnistin. A mundem? Do bëj amnistin fiskale. Jo, i e ma, pano, prit një sekundë, tani do frasë, do pyesin shumë, unë ka që kisha të të po merë një pyetje që të rrugës do të bëj. Bëj një gjiro, të lutem, dhe ti e di që këtë emision ju lëdhet mini frimë nërë pasere, se të vazhdojmë kështu, nuk kemi maratonomak. Sebastian, mirje? Një gjigant. Bëj një gjiro, se shiko, Sebi punon gjithë ditën, ndryshe nga ne, është non-stop gjithë ditën në ritëm. Ku e ishe turni 20 apo i pari? I dyti më duket. Qënë 8 mëngjesit dhe shiko tani si ka sytë. Ai nuk shte turn. A është ditë punë. Nuk ka njeri më pozitivo, nuk e di domethënë, nuk e di. E çu laj se ja kam thënë në kafe, por do t'ja them në emision. Sepse për Sebastianin, plotësimi i normës është detyrë, tekalimi është nder. Për ideologjinë e Sebit. Është brillant për burr. Pano je i madh shumë, merr pak frymë. Ledio, bëj një xhiro urgjent dhe të kujtojmë dy njas që nuk do të fusin çdo lloj zore në makinën e tyre. Qenë detyrë ato. Shkoni vetëm te SPO ili miq, se do hani dy njas që keni ngrënë deri tani, dhe makina juaj ka ikë për lesh, se të ju e dini karburantet përgjithësi, ja fusin sa krau. Te SPO ili unë jam dëshmitar vetë dhe qindra miqtë e mi që e çojnë makinën atje.
e ka pa hile naftën dhe benzinën, që urgjent atje, një super karburant, fuel of champions e thonë në anglisht sloganin e SBI-t, është karburanti kampionëve. Said, je i papari pa t'i gjuar. SBI-t e gjeni që e gjeni gjithan dhe e ke në blok, për shembull, mund mes blok. Dallore, shikeni logo, me njerë. E keni të rrugë Gavajës, e keni në Peqin, e keni në autostradë, gjithan dhe ku doni ju, në Elbasan, të rrëdhëllimi kur shkon për... Jo dhe i pari që ikën për këtej, për Rogozhin, jo, këtë që ikën për Librasht. Paf sa ikën atje, paf djatas duket dhe SBI-t. Bravo, Said. Ke 23 vjetë për pushtet. Dhe filloj me Flogert Muçën. Flogert, do doja të kishe pyetje për Panon. Jo, kam dhe pyetjen, po... Jo, në fakt, okej, filloj me qëndrimin tënd për këtë punë, dhe pastaj do doja që të përgjigje ty, pastaj shkruaj atë masnijet e sebi. Panon, fjalia e fundit që the përpara reklamave, ishte që kjo lloj ekonomie dëmton shtetet. I dobëson. Tani, Italia, Greqia, Belgjika, Portugalia, Spanja, Gjermania, të gjitha këto shtete që unë përmenda, Gjermania për shembull, një ndër to, edhe Italia, unë nuk kam parë që të kenë rënë pikjat. Madje Greqia e ka përdorur në momente të vështira këtë amnistin, paqen fiskale që ne po flasim. Dhe shembulli klasik, dhe ajo që ne po ndjekim si vend identik, dhe gjitha këto vende që thash janë vendet e Bashkimit Evropian, është Italia, e cila e ka bërë herën e parë në vitin 2001, herën e parë po, një ndër herët, dhe në 2009 ka bërë eksaktësisht këtë, ku sigurisht një vend si Italia nuk krahasohet me ekonominë tonë, dhe rezultati ishte 80 miliarda sete dhe të tjera si këto u futën në sistemin bankar, ku shteti sigurisht mori 4-5 miliard. Pra mori atë 5% e famshëm. Tani, unë jam dakord me ty me morali. Morali është një gjë. Drejt këti. Edhe unë them që pse u falen ato gjobat për Covid-in, se ata që dolen dhe shkelen masat ju falen, ndërsa unë që nuk i shkela, se u bë kjo padrejtësi. E kupton? Se njëta gjë është, varet vetëm shumë, parimi ngelet i njëjtë. Tani, pyetja është, gjithë të vende ku ne duam të aderojmë, e bëjnë amnistin, e bëjnë edhe më rëndë se kaq. E bëjnë edhe duke ju dhënë mundësinë siç Rama e kishte planin 1, direkt, pa asnjë lloj barriere, pa asnjë lloj turpi dhe kompleksi. Çfarë keni të padeklaruara, hajde hidheni, futuni në sistem, do mbahet 2, 5, 7%, dhe i keni të legjitimuara të dilni të hapni lokalet, ndërtoni rezortet, ndërtoni restorante, të hapni vende pune, më thetash. Pra, e lëm moralin për i moment. Ti si ekonomist që jam i bindur që di shumë më shumë se këto vende që thashun dhe skema që kanë përdorur këto vende, pse je kundër kur je pragmatist? Se të ma thot se ebi që jam kundër, e mirë kuptoj. Po ti... E kuptoj. Bravo. Pyetja është saktë. Atëre, produkti i veprës penale, që zakonisht është paraja që pastrohet, ka nevojë të pastrohet, ka nevojë të futet sistem, se produkti i punës së ndershme nuk ka nevojë të futet sistem. Sigurisht. Është në sistem. Ka dhe punë të ndershme që paguhet në dorë. Mos e ngatroj. Pra, nuk besoj se është ajo... Një kushullim punon në Gjermani, i shkreti 2 punë, njërën e ka i siguruar, tjetën e ka nëzdez roje natën, dhe ato që merë roje natën janë më shumë se ato që merë gratë ndorë. Me që bëkjo ndryje pa impostim, edhe Pano nuk të latë ndryje, dhe ruem të. Jo, a me lejoni sepse kam një telefonat të rëndësishme për të bërë që nuk duhet të ashtu? Mund të më jep një fjallën që zdo bëni kështu në eventos? Jo, po tani po flet. Po, vazhdojmë bashkë bisedimin. Me që zdo jem. Një minutë vetëm punë është, sa të mbaroj telefon që kam shumë të rëndësishme. Ledjo, nga të kalojmë që mos dalë para kamerës. Atere. A, Ledjo? Në qoftë se, logjika është që ne pastrojmë produktin e veprës penale. E vëllë dhe mikrofonat pak. Atere, hajde legalizojmë veprën penale. Sepse, pse bën dikush një vepër penale? Pse vjen? Pse bën korrupsion?
Pse edhe vrasje, pse çon drogë, pse transporton drogë, për të fituar para. Të gjitha këto ka një qëllim. Fitojnë para, nuk bëjmë për gjëra tjera. Pra, nëse ti ja legalizon produktin, atëherë ti ke legalizuar veprën. I e prapë të morali. Jo, një sekond. Edhe këto vënde që unë thashë kanë bërë këtë gjë, e kanë ditur këtë. Më lejo ta çoj para. Dhe kjo do të na çonte drejt idesë që, more, ne përdesa po e legalizojmë paratë e drogës, po e legalizojmë tregtinë e drogës dhe e taksojmë që në fillim. Pse 5%? 20% të VSH. Me faturë të VSH, transport. Transport me faturë të VSH, transport droge. Apo prostitucion me faturë të VSH. 20% të VSH. Pse 5%? Ku ndërkohë, ai që punon në të ndeshëm, tatim fitimin e ka 15%. Tatimi dividende ka 23%. Tatimi mbi të ardhurat personale 23%. Ke drejt, more. Pra, Ke drejt, unë po them, po këta që e kanë bërë, Më dëgjo. dhe që duan të marrin ne në gjirin e tyre, tani, ka nuk një... i kanë ditur këto që thua ti që i kanë bërë? Ka një shembull që merret në momentet e amnistive të kapitalit, çdo shtet që e ka bërë, ka qenë shumë i kujdesshëm për të kontrolluar burimin. Të gjitha amnistit fiskale, që ti ke përmendur, në të gjitha shtetet, nuk ka pasur amnisti të pa kontrolluar nga burimi. Pra, shteti përpara se të amnistonte parat, të kishte thënë, dua vetëm por dua që këto asete të mos jenë prodhuar nga veprat penale. Shikoj të gjitha aktivitetet. Po dhe këtu mo, Pra, një sekond. Ai ka bërë parat me drogë, nuk ka vendim formës prerë që i ka bërë me drogë, dhe i fut në sistem. Atere, qa siguron të shteti italian? Sigurohet që këto para që ti po fusin në sistem të ishin prodhuar si pasoj e evazionit fiskal. Pytje. Vetëm kaq. Po pytje. Jo para droge dhe jo para... Jo para droge, nuk të lejon njeri. Prit. Nuk e ka mëstu njeri para në drogës. Janë parat e mija të drogës, supozojmë. Dhe unë vi i fus të kompanije e Marsidit, që ti nëzirë pastra atje matan me atë 5%. Mirë po, shteti, shqiptar, ose italian, ku unë i kam parat, nuk më ka fare në qetape mua. Sepse nuk jam kapur, më burë. Thjesht nuk jam kapur. Dhe unë i them, kam punuar hamal, kam punuar në të zezë, duke ngrit, duke bërë betonën, se thash. Po së më kapi sistemi, unë shpëtova. Nëse ti nuk garanton në Itali që paraja të ka ardhë vetëm nga evazioni fiskal, se atë prandaj quhet amnisti fiskale. Pra, ti ke pasur para taksash të papaguara, të cilat tani erdhi momenti ti fal. Dhe duhet të provosh që vërtet unë i kam pasur nga mos pagesa e taksave, se me pas mundësia i me ta provu që ti ke nga droga, apo nga vrasje me pagesë. Në vitin 2001, pano, Italia nisi amnistin për kapitalet dhe pasurit që italianët i mbanin jashtë territorit shtetit tyre dhe jashtë bankave italiane. Tani, këtu si e verifikoj që nuk janë para droge dhe krimi, po i kapi dhe i futi gjitha... Sepse të gjithë duhet të provonin që nuk i kishin para droge dhe krimi. Sepse ata provojnë thjesht duke thënë shi letrat e policisë shtetit. Nuk besoj shi letrat e prokurorisë. Jo. Thuaj që thjesht një moment shtetit i duhet që futët paraja dhe të vazhdoj ekonomia qarkulluese. Të kuptosh, çdo ligj që ka dalë për amnisti fiskale, prandaj është dhe e termi amnisti fiskale, është vetëm për produktet e aktivitetit fiskal të pa deklaruar. Tani gupi ka i shpreje për këtë që s'duat ka marrë, po e marrë, lekët e drogës ajo që stuhet është shtuar për të fshehur atë që stuhet. Shiko, nuk legalizohet asnjëherë leku i drogës, më beso mua. Asnjë vend i botës nuk bëhet llafare. Leku i vrasit me pagesë, ai ka marrë 500.000 euro për ka vrarë me pagesë. Çfarë do e bëjmë ne? Kjo ka drejt pano këtu. Pra, amnisti fiskale, por ne nuk e garantojmë as te ligji, nuk e ke as te paqja. Fare. Tek ligji i amnistisë së parë, jo, paraja është para, se po flet sikur jetojmë në vende virgjëresh është. Mos u mbi vetë, të lutem. Tek ligji, tek amnistia fiskale 2022-shit, kishin vetëm 5 ditë kohë kishte drejtoria e parandalimit pasim parave për të provuar, për të verifikuar që këto para nuk vinin nga droga. 5 ditë. E pamundur. Tani te ky drafti 2, si mund ta verifikoj te ky drafti 2 shteti italian paran që ka një italian në Australi. Po, do të provosh ti. Kam këtë aktivitet në Australi, kam punuar në të zezë, sepse nuk ka vënë filtra aty fare në ligj.
Pra, për ligjin... Pse nuk është karrem? Pse nuk mendon se nuk është karrem kjo? Që të vinë gjithë dhe të ngecin brenda. Si miza në mjalë. Pra, marr shkas nga kjo Flogreti para se ja lë. Edhe ty merret lekët edhe të lihen ty. Sepse... Po unë kam diçka për Sepse të. Po edhe sebi do të. Ka do të vi, është aktiviteti i kompanisë. Këtë mendoj se... Pra, është kompania në vetë, cila është kompania ligjit. nis një hetim, që ka bërë... se hynë shumë para këtu dhe nis një hetim, i konfiskohen, i sekuestrohen, shkon hetimi që janë shumë para dhe shteti me këtë metodë, kjo është një rjetë që i thith një karrem, që i thith gjithë shkojnë dhe të hedhin parat aty. Dhe është më kollaj për spaku. Faleminderit thot. Faleminderit shumë. Mund të jetë dhe jo, mund të jetë dhe jo. Jo? Jo, kjo është e vullneti. Të thua jo. Këtu, në qëse se ti i legalizove parat, nuk të pyet me njeri ku i gjete. Se i ketë legale. Po të pyet Altini, more. Pas apo një tjetër. Jo, se pyet që se i ka legale. I ke legale. I ke legale. I ketë ligjë. Nis një hetim kryesisht ai, more. Drejtoria e tatimeve. Kush e ndalon? Ndalojnë tatimet ato s'po e ndalojnë të pezullojë të Jo, e qartë. Jo. Drejtoria e tatimeve, nga do duhet të nisi një hetim për paranë, apo drejtoria e parandalim pasim parave, nga do duhet të nisi një hetim për paranë, se është jetë gjë kur ti unë nis për panon, dhe pastaj nga panon dalë të parat e panos. Por për të nisur nga parat e panos për vajt e panua, ti nuk e gjen dot nëpërmjet këtij ligji se ka të... Shumë e thjeshtë. Jo. Ata, e gjova e kam shumë qaj, e gjova më gjova. Nëpërmjet ligjit ti nuk e nis dot nga parat për vajt e panos. Ata bëjnë këtë, thonë prit një sekond, çfarë bën SPAK me krimin organizuar. Thotë, futi Flogerti 2 miliona atje. Tani unë sigurisht nuk do e kap pse i fute ato atje. Po do i gjej një gjë pse hecë shpejt me makinë, edhe do i shkoj dhe atje. Po këtë po bën me politikanët, po. Flogert. Në një farë mënyre, po. Brek të grua, si thot ati, dhe i fut 25 vjetë veting politik. Ekonomik, dreqet birë. është karrem, pano. Nuk është karrem. Po luajnë në mënyrë inteligente. Rama dhe SPAK-u janë bashkë këtë lojë. Kjo po është problem. Po është problem. Ti the është zoti. Apo s'dihet kush është zoti. Kjo po është problem. Po Rama është me zotin këtë rast. Se ai zoti që thua ti, mund të fali. Po bravo, që po e qartë. Mund të të fali gjithçka. Po te parat nuk të fali. Jo, vallaj te parat s'pan njeri. Tani, kjo që po ndodh, në fakt, është shpërblim që po jep Rama, atyre që e ndihmuan në zgjedhje, për të lehtësuar punën, sepse edhe ndërtimi po ngec. Ky është problemi. Pra po të shikosh ndërtimin në Tiranë. Perspektive respektueshme çdo kjo jotja. Unë po flas për të vërtetën. Dhe e vërteta është kjo. Është vërtet politika. Se me këtë merr një hovë të paparë ndërtimi? Do ketë më shumë punë. Jo, nuk merr. Do ketë më shumë turizëm. Jo. Patjetër më rishpërndarje. Ky është Shërbim Ramës me këtë, eventualisht. Dgjoj. Pra, duke që se ka ngecë ndërtimi, dhe këta nuk mund t'i kanalizojnë më të ndërtimi, do duhet t'i fusin në bankë. Se nuk mbajnë në shtëpi. Dhe çfarë ndodh tani? Se në ndërtim, jep leje Rama e shkret. Ka thënë më leje plot sa duash. I shkreti erë dhe unë Rama ka dhënë 34 leje, 19 i ka nis, 14, 15 të tjera, s'pet la fare. Pse? Pyeta një ndërtuesun, i thash, ore. Pas ka nis 7%, 6%. Po, jo. I thash, pse se nis molla, se ke 4 vjet që ke marr lejen. Për kull të madhe. Nuk ka them emrin, te rruga e Kavajës. Më tha mua kur më shikosh ishte njëri që kalonte me shkurtë aty. Nuk thoni shkreti kush e di, ndoshta me smur, me dorë, diçka tjetër. Kur shikosh si ai tha. Të anis. Se kështu nuk e nis dot. Pse? S'kishte lek. Ka lek. Okej. Pra, duke qenë se pritur bankën, mos ka. Jo, duke qenë se tani ndërtimi ka ngecur. Rama thot po mirë, t'ja hapim këtë rrugën këtej. Futin në bankë. Pra, është problem për ata. Po e di sa kanë gjendje bankat për të dhënë kredi apo jo? Ku ka bankë që nuk ja jep atij që thua ti? Po nuk do ka marrë lejen aty. Nuk do kredia ai më, se kupton gabim. Po që për kredi kishte po me drejt zotit ajo. Pra, më kupton, nuk bëhet me kredi kjo gjë. S'bëhet 200 milion euro me kredi se vllat për breza me radhë pastaj. Të shuan për breza, jo ty vetëm. Djali, në nipi, në etj, me kredi këto shifra. Jo, një sekund, tani Sebastian, me që është pano, sonte kemi pano në violin të parë, sepse në fakt ky u bësebeb që po e bëjmë këtë, pano u bësebeb po e bëjmë këtë fabul, do me thënë, cila aq më e bukur është që është i fabul që ne projektojmë tani, se s'ka filluar akoma. Pra, në 1 janar të pano është e sigurt që fillon në 1 janar, apo të shtyhet më?
Pra drafti është bërë, është gati? Loj. Do kalojnë parlamentin, do votojnë parlament bashkë në buxhet. Bashkë buxhetin. Po, është votuar në parim. Do kalojnë edhe në për nenë edhe. A, të kalojnë edhe në për ne. Unë kam një pyetje. Se mos është si kjo e basteve më burë, që votuan në parim, por nuk bërë asgjë në për... Ligjet fiskale, paketa fiskale hyn në fuqi. Kemi fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore. Janë qindra miliona euro. Deri në vitin... Ka një... Për dita vitet. Jo, në 2014. Dera thjesht 30, deri në 2014. Nga 2014 deri në 2025. Pra, para 2014 janë fshirë tashmë. Jo, pra jo. Disa këto të tjerat, po, lexoj ligjin. Ka fshirë dhe Berisha. Pra, Jo, sa Berisha më, jo po në Beri. Ato që janë deri Unë në po them isha i 2014. mërzditur që i lexova që ishte fshirë deri në 2014. Jo, ato deri në 2014. Dhe isha shumë i mërzditur se thash po këta 10 vitet e fundit gjunaf. Ka disa... E ka për përgjigje. Do fshirë dhe tani. Por e ka bërë me range të ndryshme. Pra, diku të falë vetëm taksë, gjobën, sepse është dhe gjoba, është detyrimi dhe gjoba. Kështu kishte edhe Greqia në fakt, po. Detyrimi dhe gjoba, diku falë vetëm gjobën. Pra, Sebastian, më falë, ky është momenti që mund të themi, mund të rikthehemi shpresë së vjetër, Sebastian, ky është momenti që ja vlen, tamam, është konteksti për të rikthyer shpresë të vjetër bashkëfajtor, bashkëvuajtës, por dhe bashkëfajtor, ose bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës. Përdesa u futët gjithë në një thesë. Po mërë po, gjithë në një thesë. Pra, shikoni ka solidaritet Shqipëria, vlla që s'ka. Unë kam gjobë me kamat vones. Unë kam gjobën me kamat vones 12.000 lek. Bankersi apo Korumi e ka gjobën me kamat vones 120 milion euro. Tani 10.000 lek shimin, 120 milion euro në këtij tjetrit, nuk janë njësoj. Ky është triku. Nuk është e njëjta gjë. Pra, ti mbanë vetëm barkun tënd me buka ta mbajnë mira punëtor. Edhe ky është argument. Okej. Jo. Po pse nuk është argument ky? Po flet për promocion. Ta mbaroj Sebastiani. Çdo mëngjes ata marrin. Ju lutem le diom, më dërgoni një specialist kondicionerëve se më duket se këtu janë të ftohtë, ne na duhet i ngrohtim pa. E ndjeni që po bëhet ftohtë? Jo, mos është ftohtë. Po të betohet janë, është ajri ftohtë. Po është ajri ftohtë pra. Edhe sebi të skuqën sy, nga që është i ftohtë. Pra Leliot, të lutem, shikoni si ta kthejmë të ngrohti mor burr. Unë të ngrohti e pash këtë këtu më vllaz, nuk po del ajri ngrohtë, çudi. Tani ka diçka që funksionon, ma jep që ka të pultin të keqen. Para një herë do na vi lista, unë jam shumë dakord edhe me këtë që... Hajde, s'kaj, hajde. Edhe me këtë që thot Flogerti, pra ky është parimi i asaj që quhet neoliberalizëm, nuk është as liberalizëm, është neoliberalizëm. Po, vazhdo Sebastian. Dhe në mes, pano, thjesht për të pyetur, nga këto 100 miliona euro që do falen, do e marrin vesh në cilave prej këtyre kompanive janë falur këto para? Absolutisht po. Absolutisht po. Do e marrin vesh. Pas ka transparencë. Do të ketë patjetër transparencë, sepse mjafton një kërkesë e thjeshtë në drejtë tatime, edhe në qoftë se nuk do ta publikojnë, që unë besoj se do të publikohet lista e përfituesve, për sa i përket faljeve gjithkohon, pra faljes së detyrimeve, por edhe në qoftë se nuk do të publikohet, është detyrim ligjor që drejtoria e tatimeve të vëjë në dispozicion të gjithë përfituesit. Do merret vesh se kush do ketë. Patjetër do të bëhet sepse tashmë nuk kemi të bëjmë me një informacion të klasifikuar të kompanisë, por kemi të bëjmë me një falje që shoqëria e ka bërë kësaj kompanie. Se lekët nuk janë të tatimeve, lekët janë tonat. Ne do ja falim lekët. Ne ja falim lekët aty. Se s'po ja fal Rama. Nga lekët e veta. Rama kur t'jap nga lekët e babait. Falim lekët ne. Më kupton? Vjen merr hekur ti falim lekët. Vjen merr bakër ti falim lekët. Kjo që thot. Po sebi na ngriti një gjë të madhe, një element, një detaj shumë të rëndësishëm. Pra, kjo paqja fiskale, me zë duket, nuk pas ka vetëm qëllimin e fshehur të vetëm, nuk ka këtë parat e pista, për të pasuar parat e pista. Po mbi të gjitha e kapi sebi, mbi të gjitha mos është thjesht për evazionin fiskale, por prandaj s'kan paguar taksat. Shiko, detyrimet është më tradicionale në Europë. Jo, mos e gatro. Lapë fiskal. Po, ka që e bëjnë evropianët, do ta bëjmë. Jo, Greqia afër fare. Në shtator 2010 miratoi amnistinë që lëndë qytetarë pagunin vetëm 55% detyrimeve të prambetura. Por dhe ka bërë falur gjithë pjesën tjetër. Dhe ka bërë për qytetarët. Mos flisni një kohë. Sebastian, është momenti Sebastian. Ne quhemi evropian, vetëm po të bëjmë pisliqet që bëjnë evropianët. Pra, qofse italianët bëjnë clearing, do bëjmë edhe ne, se do quhemi edhe ne italianë. A duam shumë në Europë. Qofse italianët kanë mafje, qofse... Ta është brenda standardeve apo jo? Qëroj vetën. Unë nuk po them që është e mira, që është e keqja. Po, prapo. Atë e di Zoti. Në këtë emision pa nuk e bëjmë fare. A je pro-europian, se ti nuk je, ti je sovranist. Je pro-europian,
Ja ku I ke vlla shtetet. Ti sovranist. Ore patjetër më nuk është shpiku, nuk është shpikja e Shqipërisë kjo, jo, e rand këto, jo. Një gjë, zakonisht. Se kam debatin me Stepin, Stepi është I qartë. Jo, zakonisht, faljet fiskale, kur bëhen njëherë për shtresat që ka nevojë për falje fiskale. Çfarë ndodh? Është Falen pra gjoba, historira para zgjedhjeve ju bot namin ju obu. Jo, su fal asnjë gjë. Ishte propaganda e. Më shumë ishte propaganda ku fal fare asnjë gjë. Asnjë gjë su fal. Ka nevojë bankersi. Zero. Ka nevojë ti falen gjobat. Le të tani nëse ti do të thoje që detyrimet e energjisë elektrike. Kush di se sa. Do të falesh. Energjia, po energjia është konsumo. Unë pi ujë, ti më thua mos paguaj ujë. Ç'ka histori? Një sekond. Konsumoj drita, mos jo. Më fal. Po na ngatorro ujë me ai që paguan energjinë elektrike, që nuk paguan energjinë elektrike, është një person që ka aq shumë nevojë për ato 100.000 lekët që nuk paguan. Më bëj populist, unë kam dëmshuri një lloj si ti. Të dëgjoj të lutem. Po e pra tani të dëgjoj në fund. Di çfarë histori është me ta. Mund ma prishësh mua. Ka populistë. Jo. Tani ti thua që ja falun banker si thua ti, por nuk ja falun atij sepse falin atij gjynafçarit. Ka thotë është konsum energjia. Me thënë, banker ja falun se tani u futë agenda e bankës. Por ti të energjisë ja falun ti çfarë? Kur mbaron argumenti, kur mbaron argumenti. Lutem. Lojnë me këtë, I pa shpirt. Ti nuk dhim se ka I fshatari që... Unë I kam ajo është amnistia që mund ta falu. Po e di unë që është dhe mund ta justifikoj. Po ti më thua mua, po e hep kompanisë me 140 milion. Po nuk është argument. Atë mund ta justifikoj unë. Nuk është argument atë. Po flasim makro, mos e banalizo. Jo. Edhe atë, me shumë rezervë, po e pranoj. Sepse e kuptoj që njeriu që nuk ka paguar energjinë elektrike apo nuk ka paguar ujin, është një person që ka nevojë për ato 20.000 lekë të ujit. Ati dhe mund t'ja justifikoj. Po ti falësh biznesit madh 100 milion euro? Çai fal më? Jo. Ai ka nevojë për ai ka marrë shërbime. Ai ka nevojë se do t'ja kem paguar për asistent social jo 20.000 lekë vjetra. Si që jep ky shtet të jenë. Atëre, le ta bëjmë kështu. Po për minimum jetik 300 euro. Le ta bëjmë kështu. Për këtë ka nevojë. Le ta bëjmë kështu. Po kjo nuk ka në shkallona do tjetë. Më dëgjoj këtu. Le ta bëjmë kështu. Ati do t'ja falësh taksat, më kthe mua ato që kam paguar për të njëjtin nivel. Ati kam paguar unë. Ati po ja fal. Më fal. Na e kthen edhe të tjerë. Në momentet caktuara ka politika. Pra, në momentet caktuara ka diskriminime. Fiskale është, mi sill mua lekët, unë ti kam paguar lekët, e ati po ja merr 5%, unë kam paguar 15%, mi sill 10% që mbra. Dakor. Falja ati, në momentet caktuara shtetet ndërmarrin politikat caktuara që bëjnë diskriminime pozitive herë për një fash, herë për një fash tjetër. Pra, në moment duket sikur u diskriminua pozitivisht një fash, shtrese mesme, në moment fshatari, po të them në parim. Pra, mos e merr a priori, mi jep mua tani, se nesër ndërmerret një politikë fiskale që favorizon ty, neve, specialistëve të lirë, që ishte ai ligji, për shumë, ai ligji të mershëm, që deshtit në takson të neve? Ne vetëm do goditemi. Po pra, po unë dalua jo. Historikisht do goditemi. Pra, ti mos thuaj, mos bëj një diskriminim pozitiv ndaj Çanit. Ti thua shumë mirë ndaj Çanit, bëj diskriminim pozitiv. Unë jam konstruktiv. Unë them të lutem, bëj ndaj Çanit. Absolutisht. Ka gjë. Po, bëj edhe diçka për Sebi. Pse? Sepse kur erdhi puna për reformën ja marrim atit. Jo, fare. Kur erdhi puna për reformën e energjinë elektrike, të mbahet mend që u bë reforma e energjinë elektrike. Nuk kujtua njëri që thoshte, "Ore, këto ja falim këtyre ne." Dhe pse xhanum duhet energjinë elektrike të fshatarëve dhe të atyre që nuk paguanin, nuk kujtua njëri thoshte që t'ja falim këtyre. Jo, më atyre u bë aksion. U mor, u fut në burg ai vrau veten ai burg. 30.000 lekë ishte. Ja, ma mos e luaj këtë tartë. Një sekund. 30.000 lekë. Shumë shpejt. Adriatiku. Jo, do kaloj te Arlindi. Një sekund. Ai vrau veten. Jo, kjo është drejtësia. Më fal, kjo është drejtësia. Drejtësia është kur ishte puna për atë, nuk u kujtove t'ja fali ato atij. Po i the aksion the do paguan energjinë elektrike, ti merr borxh për çfarë duash. Kur erdhi puna për borxhet në 2015-ën, për krizën e borxheve që patëm, të gjitha borxhet e vogla ju morën dhe ju shitën mikrokredive, nuk u fali. Su kujtua njëri ti falte. Borxhet që ju kishin, që u hapën këto mikrokredit, që u vran. Tani, ndërsa për këta, që janë këta oligarkët e mëdhenj, Qetë Zamir, ku di unë Leshi Presh. Që oligarkë me 120 milion lekë, kur se fillon nga aty. Bi. Pra fillon nga jo. Nga 120 apo? Diku duhet filloj, vlla.
Se që të veshte 100 milioshi, ka zero fillon. Një sekund. Këta- Po këta mira të tjera që janë Por të gjithë këta u kujtuam. 120 miliona që përfitojnë apo që deshte. Për të goditur dikë atje lartë, tjek dhe këta të Asnjë nga ata, sepse ata e ka marrë shpirtin milion xhiro se na zgjodh. Ata e ka marrë shpirtin e ku kalën ai lek pa marrë atyre. U ka marrë lek pa marrë atyre, euro, përveç se euro janë njerëzve, përveç se atyre që ka lidhje me ata, s'ka lidhje pa mbledh lekë. Po 140.000 e po. Ju baka shteti kështu më. Ja, pra se mbarojnë për Ja u ka marrë të gjithëve mos ke. Janë vetëm ca njerëz që kanë pasur akses në politik, kanë pasur akses në pushtet që kanë lënë detyrimet të pambledhura. Që sa kompania janë 140.000. Jo, asnjëri të gjithëve ja u ka marrë lekët. Si është bajt shteti? Ja u ka marrë, nuk ka detyrim pambledhur. Përfitojnë të gjitha. Nuk përfitojnë se s'kan asgjë. Vetëm 10 veta mund të jenë. Ja të them unë. Pra, s'ke statistika. Të them unë sa mund të jenë. Mund të jenë, mund të jenë. Jo mund, jo, mi nxirr. Kush ti nxjerr unë? Ja do e shohim. E po nëse nuk i Do kemë. të shohim se ku do përfitojnë. Në fakt e Do vëlla. të shohim kush do Po le përfitojnë. dio, mos kemë në xhiro për të bërë para se ja fjala Marsiti. Asnjë, të shohërti gjitha, çaj ka këta që i rin poshtë zyrës ti. Ti veni putin dorën te zyra këti, të gjithë ata që kanë paguar zgjedhjet, ata do përfitojnë. Po flesim Kaq, baro. dakord. Jo. Dakord, respektoj. Është reale. Respektoj. Është reale se ose hase blej Si ekonomist dhe si gazetar, Më fal. Nuk i ke, Nuk ka flisni politikan. asnjë, sepse shteti nuk do mbajë dot ndryshe po të ishte fal gjoba e taksa. Do ta shoh. Ju lutem. Ai nuk fal, ai fal vetëm aty ku do ai. Dhe aty ku do ai tani dhe jam niston. Debat perlësh. Aty dhe jam debat niston. perlësh. Marsit Gupi, ti e mbyll me Është një autor, me Panon. besoj që edhe Pano e njeh Po absolut. bëjë një pyetje Pano sa Po zëshim. të ta bëj. Joseph Stiglitz, i cili një nga librat e tij që ka fituar dhe çmim Nobel, çmimi i pabarazisë, The Price of Do t'i Inequality. fikim. Gre një problem shumë serioz që më duket që është pak a shumë i ngjashëm. Ai thotë që ka një pabarazi midis vendimeve politike që ndërmerren, ku një pjesë e caktuar përfiton dhe pjesa tjetër bëhet një padrejtësi. Në kuptimin bëhet një parim ose një vendim ose përcaktohet një ligj, në cilin duket sikur përfitojnë të gjitha subjektet, por realisht ky ligj bëhet vetëm për ata që kanë infon e dur dhe që janë afër pushtetit, dhe çfarë ndodh, bie rentabiliteti ekonomik, bie besimi midis subjekteve në treg dhe kjo shkakton atë që është çmimi më i madh, që është pabarazia. Mendojnë që jemi në të njëjtat rrethana që flet Joseph Stiglitz, pikërisht një vendim politik i cili mund dëmtoj tregun dhe mund dëmtoj rentabilitetin ekonomik dhe atë që quhet reciprociteti njerëzor, pra besimi midis vetë aktorëve në treg. Me këtë pikërisht njeriu që e ka përmendur specifikisht të gjën. prandaj e bëra pyetje. Dhe çfarë ka thënë? Ai ka thënë, në qoftë se ti i thua një qytetari që ti do të paguash taksa apo s'do të paguash taksa. Me Marsitin të lutem se e ndan ekranin lekën në gjysmë. Pra, do të paguash taksa apo s'do të paguash taksa. Më thoni si do përgjigjet thot. Ë? Patjetër askush nuk do të paguaj taksa. Të gjithë do duhen t'ia falin. Dhe kjo thot vjesi, shumëfishohet me 10, kur ai shikon thot që ti ja fal të ngjashmit të tij dhe nuk ja fal atij. Të gjithë do të shkojnë pastaj, se do thonë, jo, ky më trajton mua si budalla, çfarë jam unë? Që unë paguaj e s'paguan, mua më bie bret ku ndërsa ati i falen taksat dhe në fund fare privilegjet e shtetit, ke marrë të gjithë i lloj, se të gjithë ta që do t'ju falen. Nuk ju ka munguar në një shërbim shtetëror. Të gjithë i kanë marrë, deri në një. Më kupton? Kanë marrë policin, kanë marrë doganën, kanë marrë ku diun ato gjitha shërbimet që ofron shteti. I kanë marrë deri në një. Po ato shërbime do t'i paguash, siç i kemi paguar që të gjithë ne. Dhe Stiglitz pikërisht të thotë, nuk hapet dera e diskriminimit. Se po e hape, mbolle kulturën. Po mbolle kulturën, çfarë do presësh ne? Kështu bie dhe besimi prej institucioneve. Në këtë lloj forme bie dhe besimi që tek sistemi i drejtësisë sot ai dhe deri tek fundi, sepse këta luajnë lojën për veten tyre. Pra kur të marrë vesh ai që kompanitë do përfitojnë nga faljet, nuk po flas për pasimin e parave. Pjesa e faljes. Janë vetëm ca kompani që kanë mundësi që të mos paguajnë taksën. Se ti mendon se është e lehtë sot në Shqipëri, ti je një kompani e palitur me pushtetin dhe të mos paguash taksën? Vjen ta mbyll ai direkt. Kjo shumë, më fal, vetëm kjo është shumë e dëmshme. Marsit Gupi. Sepse sipas Stiglitz, realisht parimi i drejtësisë ose besimi tek drejtësia ekziston vetëm kur ekziston reciprociteti njerëzor. Pra nëse ne jemi në një marrëdhënie ekonomike, dikush porositësh, dikush i porositur, dikush i punësuar, dikush punësuesi, dhe kur ne kemi besim tek njëri tjetri, për shkak të trajtimit barabartë që kemi nga norma, ai thot po u përthyej ose po u thyej ky raport, pra reciprociteti njerëzor, ka edhe besimi edhe sikur sistemi i drejtësisë funksionoi në rregull. Kuptimin pra sepse nuk kemi besim te ligji. Pra po nuk pa të besim te pjesa materiale, bie besimin te norma, po para besimin te norma, dhe ky është problemi kryesor. Dhe prandaj them se këta djegin një organin për një plesht. Pra, për një përfitim të tin, ai mbjell të kulturën e amnistisë. Unë që në 2011 që ka prezantuar i pari Berisha. Amnistin fiskale, para që është prezentuar ka qenë 2009 për 2011 unë realizuar.
që atëhere ishin gjoba të 10 viteve më parë. Gjobat. Po. Detyrimet fiskale, që është ki mua bet? Detyrimet fiskale, taks është taks. Ti gjobën, po, mund të diskutojmë gjobën, dhe unë jam i këti parimit, që shiko, gjoba është gjobë. Në fund fare është diçka, një ndëshkim. Por detyrimi taksës, shërbimet, a e ke marrë, zotëri? Madje... Të është përgjigj polici. Po. Ashtë të është përgjigj. A e tjetër, të është përgjigj. Ushtria, a ka qenë në vënd. Rrugët, atë kam punuar. Pastrusja, atë ka hap rrugën. Pra të gjitha këto kanë punuar. Madje grekët që i kanë bërë këta, ka shpaf pas kanë qenë. Jo, nuk kanë qenë të pafë. Foli Flokert Muça. Ata kanë mbyllur një histori që kanë pasur me kapitalet, E bëri Greqia më para 15 vitësh. Është kontekstualiste, pra ka qenë... me amnistin, ka mbyllur historit me amnistin, që pas momentës... Bëjnë për një arsye, ose jam ekspertore. Ne nuk kemi... Bëjnë për një arsye këta më. Më dëgjo, nuk kemi... Ishte krizë Greqia, e bëri. Po pa tjetër mos Kemi dhe ne, Okej. jemi mirë, ne s'pas kemi krizë. Ore, kush është në krizë? Ne jemi keq sepse po ecim keq, po nuk jemi në krizë, molla. Ç'ka krizë? Jemi mirë. Të gjithë... Jemi në krizë ekonomike. Pse me 4% A themi ne këtu është tmerr i madh. Pano tani praktikisht duke bërë promo qeverisë, Nuk jam duke bërë promo fare. Unë po them, qeveria po menaxhon keq, po nuk mund ta them unë ta quajnë krizë. Ç'a krize? Kush është kriza? E kupton sepse Ramsi 4 vazhdon fiton atëre. E di kur kishim krizë neve. Ti po ti edhe përgjigje. Në shkenca... Kam nevojë për përgjigje për shumë, je saktë, korrekt. Kush më? Po ç'a krize kam? S'kem. Po më ç'a krize? Fal. Jo mos, ore flit më po të Po ç'a bëjmë. kërkoni ti ikë Ramsi 4 atëre zotri? Kur ka thënë po dëgjesh në krizë? Ore Ramsi 4. Sepse zotri, ato që më thot Ramsi që po rritem, për mua është zero. Nuk është krizë kjo gjë. Kjo është pa aftësi. Është pa mundësi. Në shkenca të arritur maksimumin e vendit tënd, dhe unë i them vendit tim, ore zgjidhni një ekip tjetër, o vendi im, sepse do rriteni shumë më shpejt se sa kaq. Do krijohen shumë vende pune se sa kaq. Sa shkrijon ky? Kjo është zgjidhja. Rama thot po ndjek politika europiane. Ne po çfarë politika europiane që ka ndjek Gjermania, ka ndjek Spanja, ka ndjek Italia. Ku çike këto? Jemi në diferencat i ke gabim. Shqiptarët hynë dhe mund ta kontrollojnë. Fare. Zotri, më fal, jemi në 3 minutët e fundit marsit grupi. Jo, në shkencat ekonomike të anashkalos detyrimet fiskale është një histori se është blasfemi. Po s'bëhet fjalë, a e ke marrë shërbimet e shtetit? Në qoftë se do të përdosës idenë e taksave, do më thënë që t'ja anashkalose detyrime, madje konstitucionalistët më ndënjë që kanë qenë dhe baballarët e kushtetutës amerikane, ku ka shkuar letrat e federalistët, një nga bisedat para se të shkuar ato letra, kanë thënë këtë gjë që 3 gjatë i kenë sigurt populli i Amerikës. Taksat, nevojën e një avokati, nevojën e një doktori dhe vdekjen. Dhe ekonomistët i kanë hedhur në kosh gjitha ato letrat e juristëve dhe kanë bërë amnistit penale, fiskale në gjithë botën. Kaq. Kush më? Kaq. Kjo është paqja e parë fiskale që bën në Shqipëri pano? Amnistia fiskale e dytë që bëhet. Pse i quan paqe dhe jo amnisti këtë ky? Ka të me i vë kështu emra PR-i e ka parasysh. La paix fiscale. La paix fiscale. La paix fiskale. Kozmetikë. O bëno pra, për të vënë pikat mbi dhe për ta mbyllur edhe sonte këtë dhe të falenderoj jashtëmasti që dhe këtë kontribut, sepse unë për vetë do isha i paftë sa bëja vetëm këtë punë, sepse nuk është thash, nuk kuptojnë nga shifrat. Dhe falenderoj edhe zotrin që kanë në studio, Sebastianin, Flogertin dhe Marsidin, që na ndihmuan. Mund ta thuash edhe një jetin petet mendje njerëzve, kjo që fillon tani në një që do votohet tani bashkë me buxhetin, jetë pjesë e paketit fiskale. Mund të thuash edhe një herë nga cilat do jenë burimet e pas pra në qoftë se qëllimi i pashprehur, pra nuk është i vetëm falja, se kjo qëllimi i shprehur është falja e taksave, të papaguara. Ky është qëllimi i shprehur. Qëllimi i pashprehur thua ti, është pastrimi i parave. Tani pastrimi i parave, mund të më thuash me çfarë rrugë nga këto para që të pastrohen nga droga një, jo, ti marrë me pika. Një droga. Korrupsioni. Trafiqet e ndryshme, tjerat, qoftë armësh, prostitucioni e tjerë. 3. Edhe krimi organizuar dhe evazioni fiskal. Dhe tani, sigurisht për ta mbyllur me një notë që nuk është dhe aq humoristike, po unë do më dojëm ta bësi të tillë, ti e mban mend të ishim po bashkë për qefin tonë të prendën e kaluar në të studio, ku folën shumë për mushkat, apo e mban mend? Po jo për mushkat kafshët, që janë produkti i gomarit dhe i pelës. Pra është një gomar dhe i pelë që bëjnë dashuri dhe lind mushka. Tani kush është mashkull, kush është femër? Gomari apo? Një gomar mashkull, shkon pallohet me një pelë femër dhe lind mushka. Si thashtë mushka Nuk besoj që është kari që shkon me gomaricën. Nuk është kështu apo jo? Gomari. Gomari është mashkulli gomari në të rast. Po çon si ka.
Mushka gjithmonë nuk thotë jam biri gomari, po thotë gjithmonë jam nipi i kali. I kali se i vjen turp. Tani, mushkat, për ata që nuk mbajnë mend, ose se kam parë të prendin emisionin, vlla, duhet kujtojmë që mushkat janë transportuesit ose të legëve të drogës, ose të drogës vetë. Dakord? Ashtu. Ta për shembull, përfitojnë nga kjo paqe fiskale? Ata i kanë legët. Sa ata i kanë kesh legët. Ka vetëm ata tani. Jo vetëm, po edhe ata i kanë kesh. Edhe ata. Edhe ata i kanë kesh legët. Pra mushka sot që ne po flasim, kanë një arsye për që të gëzuar apo jo? Ore Fano. Ne s'ram dakord, dhe nuk do të zgjidhim dot sot. Fal po ato në Dubai që thonë still lek sa të kesh, nuk më duhet burimi. Në varfrin hall janë ata. Si kam parë që të falimentojnë ata. Në Dubai nuk kërkon njeriu, vetëm në bankë. Nuk ekonomia e naftës atje se kanë çuar lek të drogës gjithë bota atje. Ata kanë kaq shumë Se duhet dishti menaxhosh Pano. E disa shumë ekonomi ka Dubai. Ti ekonomi shumë i mirë. Për ty do ketë shumë punë. Ata kanë para naftë shumë mos harro. Jo më mirë, po ky si ekonomist i mirë që është. E disa ekonomi do ketë shumë punë. Po le se i del kundër kohë. Nuk është kundra i bie njerëz të shkel më burrë. Do kërkojnë për këshilltar ata tani. Lejet më pse nuk e duan vendet e ndryshme, pse nuk e pranojnë para? Pano Soko. Sepse nuk shpërndahet. Nuk do vit tek unë asnjëherë. As te ty, ti je i sigurt. As te Ariani, as te Marsiti, as te Sebi. Paraja e pist nuk është e mirë, pavarësisht nga zëllimit, sepse qëndron në dy duar, dy tre duar. Sa përqind ekonomisë Dubait zë para e pist? Sa? Foli Sebastian Zonja, Levjo. Sa përqind të ekonomisë? Prit një sekondë, nuk e di, po parimi. Një sekondë, sa përqind të ekonomisë? Parimi, a thot nuk ka rëndësi nga vjen vetëm stille. Sa përqind të ekonomisë amerikane zë? Sa përqind të ekonomisë britanike zë? Sa përqind të ekonomisë gjermane? Kur nuk e di pse e merr si argument. Fal. Nuk e di pse e merr si argument. Po tu ne sa përqind zë? Kush? Ta tha pra pak më herët. Sa përqind zë? Dgjoj. Paratë e krimit. Jo me hamendësim. Paratë ilegale. Po cilat? Paratë e drogës, paratë e krimit. Jo, po. Se këta nuk mund ta pra. Këta futin ve evazionin. Ta futet i tani. Ta punuar në Greqi vllai Flogertit atje në Ullinj. Futet para droge dhe këto çdo para që vjen në Shqipëri, ja veshin drogë. E bëri të ndarje? Ja veshin drogë. Ja ta përgjigje ta mbyllim. Si e ndal? Ta mbyllim. Le të mbyllim për 2 minuta, le të. Po mbyllë? O, mbyllë, po dëgjoj, ke vetëm 2 minuta kohë. Tek e thashë premten po e kemani mend, ju thash që në 12 miliardë euro të bilancit të shërbimit valutor që ka publikuar Banka e Shqipërisë. Po Banka e Shqipërisë me bilancit pagesave arrin të ngrej fondament 9 miliardë euro. Çka do të thotë që 3 miliardë euro janë jashtë nevojës së ekonomisë për monedë të huaj. Pra, i kemi mbaruar të gjitha me 9 miliardë euro, çdo gjë që kemi pasur për të blej jashtë, këmbyer, nevoja etj. Me 9 miliardë. Ne kemi këmbyer 12. Ne themi, po tret, ku vajtin? Ku janë? Ç'a janë këto? Pra kjo është pesha. Po duam të flasim për peshë. E kujt? E paras. Nga vjen kjo para? Nga të gjitha llojet e formave të aktivitetit palishme. Se të lishme ti fusin bank. Prit pra, bravo. Tani ti nuk mund më thuash mua që 3 miliardë ose ti e thua në fakt. Nuk po e them. Dhe Sebi. Po më ta ka thënë edhe. Janë 3 miliardë të drogës. Jo, më dëgjoj. Unë nuk mendoj se janë drogës. Ta ka thënë. Se ti s'ma vërteton do që janë drogës. Janë të korrupsionit. Ai thotë janë para që nuk janë jashtë sistemit. Po, jashtë punon kushuriri im. Po i bie kesh. Dhe i sjell. Po, dakord, ai kushuriri që punon të zezë që merr 1000 euro. Më kupton që jo, s'merr 1000 euro. 700 euro. Punon në roja atje dhe merr 200 euro nat si roje dhe merr sa i bie. Ai sill ka 7.000 muaj, 100.000 vit. Punët në të zezë, vlla. Punët në të zezë nuk prodhojnë para. Jo, nuk, ore, më fal. Sepse shtetet nuk jam idiot të them që ai 9 miliardë që janë ato kushërit e mi që punojnë roje natë. Tani. Unë po them që nuk është gjithja që shtoni ju. Nuk ka asnjë shans se ka para droge dhe mbyll pano. Të prodhojnë sasi të tilla. Sasitë e tilla i prodhojnë aktivitete palishme, të cilat prodhojnë para të madhe, që janë trafiqet e drogës, që prodhojnë para shumë të madhe, që flitet për shumë pjesë madhe po flasim, po. Trafiqet e tjera, prostitucioni, armët e tjera, që prodhojnë 8 miliardë në Itali, 80 miliardë u futën kur u bua. Nuk ka rëndësi fare. Sa është ajo Itali, sa është? Pra 80 miliardë nuk janë 0% e buxhetit të Italisë. Nuk kanë. Sa e ka buxhetin Italia? Buxhetin apo sa ka ekonominë? Ekonominë e ka 2 trilion.
80 miliard janë fut direkt. Janë 0,4%. 0,4%. Po të buxhetit, sa janë? Po shumëzoj me 4, i bje 1,6% në buxhet. Po pra 1,6% në buxhetit të Italisë. Për të gjitha vitet. Si për gjitha vitet. Për të gjitha vitet. Pra, u bë një herë dhe nuk bëhet më. Jo, o zotri. Jo, mos u fut në debate. Futëm në debate se i kam dhënat këtu. Ke kot. Pra këtu thot, është bërë herë në 2001-shin, pastaj në 2010-ën. Sa pesh kam. Po jo, se ke gabim komplet. 2% ose 0, më 0. Se duhet ketë ose më fal. Se duhet ketë ose. 0. Se duhet ketë. 0. Nuk matet me pesh. Se është shumë të ne që është e ke gabim, sepse aty nuk është bërë amnisti e pa njohur me parat pa njohur. Aty nuk të ka falë njëri para në drogës, nuk është fut asnjë lek para droge. Absolutisht jo. Kjo është histori tjetër. Ne kemi fëmijë, më dëgjoj mua. Ne kemi fëmijë. Dhe normalisht, unë paran e drogës... Pajtonë edhe si prindër papërgjeshëm tani. Paran e drogës nuk duhet ta shikoj, sepse më stimulon një aktivitet, i cili nesër dej mund të kapi dhe fëmijën tim. E stimulon, sepse ti po financon industrinë. Ti stimulon aktivitetin, sepse a ish produkte, pra i për paran e bën, ti justifikon paran, mbaroj puna. Jo. Europa ku ti do të shkosh... Nuk ka për Europa, as një gjë, 0. Unë për shumë jam sovranist. Jam kundër Europës. Nuk ka bërë asnjë gjë Europa. Jo është gënjeshtër, nuk ka bërë Europa asnjë gjë. Shqiptarët e shohin në internet. Ta shohin në internet, nuk ka bërë 0. Unë jam me Sebin, jam kundër Europës dhe kundër këtyre amnistisë. 0. Çfarë thot miku ynë nga Afrika le dio për të punë? Ja shikoni. Corruption is not bad. Corruption is